Protesta e sindikatave greke për kushte pune e paga më të mira ka paralizuar qarkullimin në të gjitha pikat kufitare që lidhin Shqipërinë me Greqinë. Për shkak të një proteste që do të mbahet nga doganierët grek, nuk është lejuar kalimi mjeteve nga sot më 2 prill e deri më 4 prill në pikat e kalimit kufitar Qafbot, Treurat, Kakavi dhe Kapshtic. Situata këtu në pikën kufitare të Kapshticës paraqitet e qetë që prej nisjes së grevës 48 orëshet në doganën greke. Duket se qytetarët, por edhe drejtuesit e mjeteve janë njoftuar për këtë mungesë të shërbimeve gjatë tyre 48 orëve dhe nuk janë paraqitur për të kaluar këtu në pikën kufitare të Kapshticës. Kalimi është ndaluar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës për mjetet e vogla, mjetet e tonazhit të rënd, kamionët, autobusët dhe shërbime taksi, ndërkohë janë lejuar të qarkullojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe, rastet e cilëve kanë qenë të pakta, por edhe automjetet që mund të kenë emergjenca shëndetësore, të cilët do të mund të kalojnë pa pengesa. Lajmërimi i bërë disa ditë më parë ka bërë që shumë shtetas të lëviznin drejt Greqisë ditën e djeshme. Sipas burimeve zyrtare nga policia, gjatë 24 orëve të fundit nga Kapshtica kanë hyrë 2504 shtetas dhe kanë dalë 2335 shtetas.